nuk mund t'jetë i njëjtë tenderi sikurse për barna e sikurse për asfalt. Fal, unë nuk e di me I vetmi. E ke botë. E ke botë. I vetmi. Ka pas është punuar në reformat të prokurimit publik, në digitalizim dhe në shumë gjëra tjera. Problemi mendoj edhe unë pajtohem se nuk mund t'jetë i njëjtë tenderi sikurse për barna e sikurse për asfalt. Dhe ose i njëjtë sikurse për diçka tjetër, dhe unë besoj që edhe në këto duhet në të ardhmen besoj qeveria do të rishikoj bashkë me mekanizma tjerë që merren, por të thuhet se ka pas, e tha zoti Kujtim që po punohet shumë me tendera një burimor, edhe në kohën e Kujtimit është punu. Një. Specifike, një kontratë. Stadiumi Adem Jashari. I vetmi. Me kërkesë të UEFA-s. Fal, unë nuk e di me I vetmi. E ke botë. E ke botë. I vetmi. Tash. Sa i ka era sot? Jo, tregoje ti sa kushton çaja ofertë që e ke botë edhe kush e ka fitu. Nëse flasëm... Me fajit me thone kanë bo këta keq, edhe na e kemi bo keq, sepse këta kanë bo keq. Ama të thuhet që nuk ka pas, ka pas. Nuk ka pas, ka pas. Mirë, për fundoje, ta respektojmë kohën e ti, pastaj ta e lejane se kur të flitet, duhet edhe me pas argumente. Une nuk e thash që nuk ka, por ka pas, ka vazhdu, a është ma transparente sot po, a është digitalizu gjithçka po, a ka nevojë ende për reforma po, a duhet të mos trajtohet barnat njëjtë sikurse po e zom asfalti apo blok apo diçka tjetër po. Dhe unë besoj që ashtu siç e kemi bërë transparente çdo gjë në qeverinë Kurti, edhe në këtë fushë do të punohet edhe në të ardhmen për me kry edhe më mirë dhe më lehtë. Edhe mos me u pengu sepse kemi pas shumë pengesa, ankesa, ankesa, shpesh shumë procese janë pengu veç që ministra s'kan guxuar me marrë vendim se shkon në gjykatë për këtë çështje. Edhe në rastin e stadiumit të Adem Jashari. Do të thonë me kërkesë të UEFA-s dhe me rekomandim të KRPP-s, ne kemi bën një kontratë një burimore për shkak të specifike sepse është stadiumi kategorisë 4 ka pas mu licencu prej UEFA-s. Do të thonë kanë shku si procedurë e rregullt, po jo për raste të shtrimit të asfaltit. Po thash se asfalti është konkurrencë. Shtrojnë 10 kompani. Po, qysh jo, ki plot, ki me... Nuk është stadiumi bashkë qysh po e bën ti, po e keni bo. Se nuk ka urgjenca ja. Ke mujt me që... Nuk e kemi bërë për urgjencë, kemi bërë për specifika. Jashtë ligjit prokurimit e ke bo, minister. Dëgja, jo, së është ashtu. Mas pare, dush me ditë që stadiumet bon në koordinim me UEFA-n. Dhe UEFA të vendosë këtë parat janë tonat. Të s'mundush me ranë për të kësaj nuk të licencën. Ja, nuk më ajo forma që për përdojnë kemi dalime me Amerikën. Miliona euro për arsitën se më ka dhonë rekomandim një institucion ndërkombëtar. Ashtu, është të mbi neve. Falë. Kuptimin e licencimit stadiumit. Nëse është ashtu e ke shkel prokurimin. Jo se kum shkel as pak. Falë. Me kërkesë edhe të KRPP-s e kum bo. Mirë dhe... I kum njekë gjitha procedurat. Edhe i rri kashia se pune.